Partia Demokratike Shqiptare ka promovuar kandidatin e saj në Çajir të Shkupit, Muhamet Thaçi. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, në fjalimin e tij theksoi se dëshiron që në këto zgjedhje me argumente dhe fakte bindëse dhe realitetin që po përjetojnë shqiptarët, t'i bindë të gjithë që t'i bashkohen idesë dhe projektit të PD-s-së. Sinqerisht Julius, më besoni mua, nuk ka nevojë tash për protesta. Nuk ka nevojë, ju lutem. Dun me përdor shqiptarët mish për top. Këtë e bën BDI-ja dhe këtë e bën Ali Ahmeti. Dun na habitin mendjen prej këtij përcaktimi që do të jetë gjithkombëtar, pe datës 24. Dun të na hamendin që të orientohemi me një aktivitet tjetër. A ka sqarim më të madh dhe më të sinqert për ligësinë e këtyre protestave para ambasadës Serbisë që organizoi Fazli Veliu? Pse i organizoi, pse ata rrezon lapidarin e UÇPMB-s në Preshev. Po asnjë lapidar nuk kanë arrit në asnjë qytet shqiptar për këto 10 vjet ta vendosin. Kandidati për Çajirin Muhamet Thaçi deklaroi se për dallim nga të tjerët, ne jemi ndryshe dhe faqebardh. Desha që atyre t'ua parashtroj vetëm disa pyetje. Si ka mundësi që të dilni të thoni se shqiptarët janë të mbrojtur, ku për çdo ditë fëmijët tonë vinë në shtëpi të përgjakur. Thoni që askush nuk guxon t'i prek shqiptarët, e për çdo ditë fëmijët na kthehen me fytyra të prera, të rrahur dhe të terrorizuar. Na kërcnojeni me tomahawka, bunkere dhe llogore. Po ku i patët tomahawkat kur u sulmua Blini? Ku i patët tomahawkat kur ja pren fytyrën Arlindës? Ku i patët tomahawkat kur u vra Ridvan Neziri e Harun Aliu? Të nderuar vëllezër, pikrisht prej këtu, prej Çajir dhe Shkup, ran maskat u tregu fytyra e vërtet e BDI-s. Ata që në vitin 2001 nëpërmjet gjakut derdhur të trive shqiptar erdhën në pushtet dhe tash në vitin 2013 edhe më keq, edhe në mënyrë më të ulët shfrytëzojnë gjakun e fëmijëve ton për ta ruajtur atë pushtet.